me datën 25 prill 2026, në Tuzë ka hapur dyert objekti i ri i Furrës Montenegro, duke zgjeruar ofertën shërbyese në këtë komunë dhe duke sjellë një tjetër investim të ri për qytetarët. Objekti ndodhet në një lokacion të përshtatshëm përballë parashkollores, me hapësirë të rregulluar për vend parkim, çka e bën lehtësisht të qasshëm për klientët gjatë gjithë ditës. Furra Montenegro është një emër i njohur në Maltëzi, me traditë pune që nga viti 1997, kur objekti i parë është hapur në Tivar. Sot, ky rrjet numëron 12 objekte në mbar malin e Zi, ndërsa tashmë pjesë e tij është bërë edhe komuna e Tuzit. Në ofertën e pasur të tyre përfshihen bukë dhe produkte të freskëta furre, byrek, croissant dhe specialitete të ndryshme, ndërsa një vend të veçantë zë edhe pjesa e picerisë, ku shija tradicionale ndërthuret me përgatitjen moderne. Në menu gjenden pica në madhësi 28, 33 dhe 45 cm, me shije të njohura si margarita, fungi, meksikana, capricciosa dhe shumë të tjera. Çdo porosi përgatitet e freskët me përbërës cilësor dhe e pjekur në furrë, duke ruajtur shijen autentike që kërkon çdo adhurues i picës. Objekti do të jetë i hapur çdo ditë nga ora 6 të mëngjesit deri në ora 1 pas mesnatë, duke ofruar shërbim nga orët e para të ditës deri në mbrëmje vonë. Ky orar u mundson qytetarëve të furnizohen me produkte të freskëta në çdo kohë, qoftë për mëngjes, drekë apo darkë. Faleminderit shumë për vizitën. Lindi ideja sepse unë kam përfunduar edhe shkollën fillore edhe të mesme këtu, edhe kam udhëtuar 2-13 vite prej Podgoricës në Tuzë, sepse ne jemi me punë dhe me banim në Podgoricë. Kemi qenë afër dhe kemi pasur qejf të mësojmë gjuhë shqipe, edhe atëherë erdhi si ide dhe biznisi kur e pam objektin, na pëlqeu lokacioni, edhe Tuzi na pëlqen po ashtu, të gjithë shqiptare, pak më ndryshe se në vende tjera. Kjo furrë për herë të parë në vitin 1997 është hapur në Tivar, ndërsa ky është objekti i 12, domethënë Furra Montenegro. Ne ofrojmë të gjitha gjërat e furrës që përkesin prej bukëve, kemi 8-9 lloje të bukës, pastaj kemi kifle të thjeshta, kemi lisnato, kemi tortilla, kemi krofne, croissane, kemi burek, mantija, kemi edhe pica, të cilat pjekim me dru, ato janë shumë të veçanta. Ato pjekën prej furrës që kemi prej Italisë. Tani kemi kaluar pak edhe në teknologji moderne, por kemi diçka edhe të trashëguar nga gjyshi, baba, se të gjithë e kanë punuar këtë punë. Unë do ta kisha veçuar picën dhe burekun. Të gjithë i preferojnë ato më shumë, po ashtu edhe ne japim aty në më shumë rëndësi, po ashtu edhe bukën. Edhe atë, besoj që ato do të jenë më të veçuara. Hapësira është moderne dhe funksionale me rreth 40 ujse, ndërsa klientët gjatë ditëve me mot të mirë do të kenë mundësi të shfrytëzojnë edhe pjesën e jashtme të objektit. Kjo krijon kushte komode si për ata që ndalen për një mëngjes të shpejtë, ashtu edhe për qytetarët që dëshirojnë të kalojnë më shumë kohë në ambientet e saj. Kapaciteti i objektit është normal i madh, sepse presim të kemi punë
kemi vendet për të ullur, kemi dikun 40 ullse për klientët tonë. Ambienti për punë është shumë i mirë, sepse kushtet janë shumë të volitshme. Të gjitha gjërat janë treja, e kemi menduar mirë, e kemi bërë çdo gjë me projekt, edhe besoj që do jeni të kënaqur me punën tonë. Hapja e këtij objekti ka rëndësi të posaçme edhe për tregun e punës në Tuzë, pasi sjell vende të reja pune dhe mundësi të reja angazhimi për qytetarët e kësaj komune. Punësimi i stafit të ri paraqet një mbështetje konkrete për familjet lokale, sidomos për të rinjt që kërkojnë mundësi punësimi pranë vendbanimit të tyre. Një investim i tillë nuk sjell vetëm shërbime të reja për qytetarët, por edhe stabilitet ekonomik për punëtorët që do të jenë pjesë e këtij objekti. Në këtë mënyrë, hapja e biznesit përfaqëson një hap pozitiv për zhvillimin e komunës dhe përmirësimin e mundësive të punësimit në nivel lokal. Njëkohësisht, qytetarët fitojnë më shumë mundësi zgjedhjeje, me shumë shërbime dhe një standard më të lartë oferte në përditshmëri. Po shumë e vërtet, sepse ne jemi të hapur për punë, na duhen punëtor, edhe besoj se kanë një mundësi shumë të mirë dhe i ofrojmë kushte të mira. Me këtë hapje, Tuzit i shtohet edhe një adresë e re ku qytetarët do të gjejnë shërbim të shpejtë, korrekt dhe produkte cilësore të përgatitura me përkushtim çdo ditë. Po të them drejtën, ato janë edhe më të rëndësishmet, edhe është baza për furrën tonë që të jetë mikpritja, shërbimi të jetë i mirë ndaj klientëve, të buzëqeshur si gjithmonë, të jetë pastërtia në nivel dhe kualiteti i gjërave. Tash është pak më e vështirë për shkak të fuqisë punëtore, por do ta provojmë e besoj që do të bëjmë edhe diçka. E besoj që duhet ta vizitojnë. Arsyeja e parë është parkingu, pastaj është shërbimi i shpejtë, është cilësia e produkteve, ka edhe shumë gjëra tjera që është më së miri të vini dhe të vizitoni. Me hapjen e këtij objekti, oferta shërbyese në Tuzë zgjerohet edhe më tej, duke sjellë më shumë cilësi dhe mundësi për qytetarët. Një hapësirë e tillë padyshim se meriton të vizitohet dhe të provohet nga të gjithë adhuruesit e produkteve të freskëta dhe shërbimit cilësor.